A e dim se çfarë konsumojmë? Është një pyetje shumë e rëndësishme që besoj të gjithë ne ja bëjmë vetes çdo ditë. Por për të ditur se çfarë konsumojmë, besoj do të keni pak kohë të na ndiqni edhe ne këtu në minutat tona të drejtë për drejta. Kemi pranë zotin Hajredin, agronomin tashmë mik i yni dhe juaj, bashkë me zonjën Tefta, duke qenë të tre këtu, besoj që me pyetjet e duhura, me përgjigjet e duhura, shuajmë kuriozitetin dhe shtojmë informacionin e të gjithëve atyre që na ndjekin. Zoti Hajredin, mirë se erdhët dhe sot. Mirë se u gjetëm. Zgjedhja juaj, përshëndetje, zgjedhja juaj sot është shumë e rëndësishme. Një kulturë si fasulja, është pjesë e rëndësishme e tryezës sonë këtu në Reze Dielli dhe besoj kemi shumë për të thënë për fasulën. Është përdorur gjithmonë, jo vetëm në Shqipëri, përdoret edhe jashtë saj, lloje të ndryshme, varietete të ndryshme, gatime të shumëllojshme, por besoj që kurioziteti i parë ka të bëjë me vlerat ushqyese. Domethënë, çfarë rëndësie ka fasulja në ushqyerjen tonë, në dietën tonë të ngrënit? Apo jo zonja Tefta? Po, patjetër. Kuptohet që për fasulën që në fillim duhet thënë që është një ndër kulturat që konsiderohet për të përdorur nga ata që s'kanë mundësi ekonomike për të përdorur ushqime të tjera, po në fakt kjo s'është fare e drejtë, se quhet një ushqim për të varfërit, për në kuptimin e atyre që s'kanë për të marrë prodhime të tjera, por kjo në fakt lidhet me një shprehje për fasulën që duhet ta nis, që zëvendëson plotësisht proteinat që mund të marrim nga produktet e tjera që janë produkte shtazore siç është mishi. Pra, nëse duami të marrim proteina për organizmin, ne mund të zëvendësojmë to duke marrë fasulën. Prandaj, ato që i kanë mundësi për të blerë mishin, le të blenë mish, por në fakt kanë bërë një gabim, sepse këto proteina i kanë marrë së bashku me ca yndyrna të shtuara. Kështu që janë të dëmshme për trupin tonë. Ne po të bëjmë këtë krahasim, do dalim vërtet te rëndësia që ka fasulja, që proteinat që i marrim vërtet pa yndyrna të tepërta, ose me shumë pak, ose hiç fare yndyrna, sipas llojeve të ndryshme të fasuleve, po ndërkohë kemi marrë po të njëjtën gjë që kemi marrë dhe me mishin. Edhe bimore janë më të mira se shtazore. Ne nuk themi që ta zëvendësojmë përfundimisht mishin, po ne themi ta reduktojmë. Se kur flasim këtu gjithnjë, asnjëherë për asgjë nuk themi që duhet përjashtuar, por gjithnjë duhet reduktuar konsumi i tepërt e kështu me radhë dhe duhet të prandaj është dhe emisioni, siç e nis edhe ti, për këshillat, për të thënë që shiko, në qoftë se ka mundësi, gjithkush duhet të bëjë një farë reduktimi për sa i përket yndyrnave të tepërta, për sa i përket sheqernave të tepërta e kështu me radhë. Dhe një ndër produktet më të mira për periudhën e dimrit për të bërë këtë zëvendësim është fasulja. Dhe kur themi fasulja, kemi parasysh sot do flasim, do përqendrohemi tek fasulja e bardhë. Pra, ajo më e përdorshme. Tipi më i përdorshëm, ose siç njihet të rëndomt edhe një fasule e ushtarit, domethënë, për arsye sepse në përgjithësi këto përdoren shumë në ushtri, në këto, jo, kjo njihet në gjithë botën me këtë emër. Kjo fasule. Nuk është shprehje shqiptare. Nuk është se është vetëm shqiptare, për arsye sepse përdoret shumë në ushtrinë amerikane, është një ndër produktet kryesore për ushtrinë. Edhe në ushtrinë shqiptare, gjithë ata që kanë bërë ushtrinë, se tash sikur e bëjnë me kështu me recetë. Kanë ndryshuar ato. Tani ushtrinë e bëjnë me rekomandim. Dikur bëhin ndryshe, kështu që kam parasysh këto çunat e ri që po mirë, kjo ka të bëjë dhe me vlerat e preferojnë të shkojnë në ushtri se kanë merak edhe fasulen. Kjo ka të bëjë dhe me vlerat e fasulës, sepse që të konsumosh në një aktivitet aq të shtuar siç e ushtarak, domethënë që ajo ka vlera të larta që ne besoj do t'i themi për sa i përket përmbajtjes që ka fasulja. Patjetër për përmbajtjen e tyre, po duke folur për përmbajtjen këtu te vlerat të kalorit që jep fasulja, do të theksonim duke u nisur gjithnjë afërsisht 200 gram fasule të gatuar. Edhe këtu do të flasim për vlerat ushqyese kur kemi parasysh kur marrim 200 gram fasule të gatuar. Pra do flasim me 200 gram. Gjithnjë kjo do jetë afërsisht 200 gram, ose rreth 200 gram fasule e gatuar, përsa i përket kalorive, këtu merret vetëm 14% të nevojave në 200 gram. Në një farmase konsiderohet që t'jep shumë kalori, por kur themi 14% nevojave, nëse ne marrim mesatarisht 2000 kalori mesatare për nevojat ditore për një organizëm, i bie që të marrim diku te 280 kalori nga ky 200 gram fasule që kemi konsumuar. Dhe kjo mund të ishte për të mos i trembur, domethënë ata që konsumojnë fasule, sikur marrin shumë kalori gjatë përdorimit, por në përgjithësi, ai që ka një aktivitet më të madh fizik, që ka nevojë për energji, për djegje kalorish, ai duhet patjetër që kjo të jetë sasinë e përdorimit të fasulës do të jetë një ndër treguesit kryesor. Se me çfarë lidhet që
shtimi kalorive, lidhet me efektet për përmbajtjen e vlerave ushqyese që ka. Se nuk bëhet fjalë vetëm për këtë, por ne do të theksojmë këtu për përmbajtjet e lartë të fibrave. Fibrat e fasulet janë në sasi të madhe, janë përqindje të lartë. Dhe këtu bëjmë fjalë që plotësojmë për nevojat për fibra shkojnë te diku 40% nevojave ditore. Po thua se gjysmë. Ky 200 gramsh plotësohen. Po çfarë bëjnë fibrat në fakt? Çfarë efekti kanë në organizëm? Efektin që japin fibrat dhe për elemente të tjera ushqyes që ka fasulja. Po kryesisht fibrat njerë bëjnë këtë se duke qenë se ato nuk treten lehtësisht. Kalojnë nëpër aparatin e zorëve ashtu të patretura dhe ndihmojnë, domethënë, për luftojnë shumë kundër kapsllëkut. Me qenë se bëjnë këtë veprim, tani veprimet vinë gradualisht njëra pas tjetrës për efektet që kanë në zorën e trashë, që kanë në pjesën në prostat. Këto, domethënë, duke bërë këtë, çfarë kemi bërë ne? Ndërkohë kemi larguar të gjithë yndyrnat e tepërta me shpejtësi nga organizmi, pra ndërkohë nuk kemi lejuar që këto yndyrna të hyjnë në gjak, nuk kemi lejuar që ushqimi i tepërt i ngarkuar me sheqerna me yndyrna të hyjnë në gjak, sepse tani më kemi eliminuar procesin e të qenurit kaps, por kemi krijuar një normalitet të ushqyerjes dhe funksionimit të organizmit, dhe në këtë rast kemi mbajtur atë që ne e quajmë dhe ndikim për sa i përket ndikimit të ushqyerit krejt normal dhe të furnizimit. Pra është rregulluar ai cikli i se përveç fibrave këtu kemi shumë të pranishme dhe acidin folik, kemi folate të shtuara, kemi vitaminën, kemi vitaminën B, kemi vitaminën B1, po flasim për vitaminat kryesisht, që janë të pranishme te fasulja dhe që janë shumë të rëndësishme për organizmin, që kemi folur në çfarë rëndësie kanë ato për zemrën e kështu me radhë, grupi vitamine. Gjithashtu kemi këtu element kryesor, kemi për sa i përket element kemi manganin, magnezin, që janë disa element, kemi edhe molibden te bishtajoret, që janë pjesë e enzimave ose që ne i kemi quajtur kofaktor. Domethënë, një enzim që të funksionojë duhet patjetër të ketë një nxitës paraprak, një enzim tjetër që bën nxitje të enzimave në vijshmëri. Dhe këto procese enzima që quhen kofaktor të enzimave kanë të lidhur këto element kimik që ndodhen te fasulja, siç është molibdeni, siç është mangani, që janë element shumë të rëndësishëm që ndodhen te bishtajoret. Përveç elementeve të tjerë që kemi këtu fosfor, kemi patjetër kemi kalcium, kalium e kështu me radhë. Këto janë disa nga elementet të ushqyes që ndodhen bazë. Dhe të gjithë këto bëjnë që fasulja, përveç edhe shumë elementeve të tjerë, të konsiderohet një ndër ushqimet me një përmbajtje shumë të gjerë të kriprave minerale dhe të vitaminave. Përveç kalorive që tham, përveç fibrave që tham, të cilat janë shumë të rëndësishme. Kanë gjithë këto vlera, me sa shohim, por dëgjojmë nga njerë që thot dikush që unë nuk e ha do të fasulet se ato më rëndojnë. Duke pasur gjithë të vlera, duke pasur gjithë veprimtarisit thuash në organizmin tonë, për të patur një organizëm që funksionojë mirë, është e vërtet kjo, apo duket sikur është e rëndë një gjetje? Unë e përmenda pak për ciftas, po duhet të them dhe një gjë tjetër. Pikërisht konsumi fasuleve, ajacarimi që shkakton në organizëm, se të sjell një si acarim, një si gazra, një probleme të tilla. Duket si laborator që duket si një kështu. Në fakt, vetëm në këtë mënyrë kemi vënë në lëvizje gjithë aparatin e zorëve që të funksionojë. Domethënë, e kemi kaluar nga një gjendje e fjetur, letargjie, e kemi kaluar në një gjendje pune. Pra, në këtë rast, këtë acarim duhet të pranojnë konsumatorët, domethënë atë teleshikuesi që na dëgjon duhet të jetë shumë i bindur. Kjo është e mirë. Çfarë duhet të bëjë në këtë rast? Të pranojë një gjendje letargjike të organizmit, një lyerje të zorëve me atë yndyrën që po ta mendosh, kemi parasysh një zorë që nuk funksionon, në kuptimin që je përpjekur të marrësh sa ushqime që nuk sjellin shqetësime, se kemi folur në emisionin e kaluar. Se marrim këtë se mban terën e sjufurit, se marrim këtë tjetër se mund të jetë djegse e kështu me radhë. Për sa i përket asaj që thatë zoti Ajredin, gjithçka bëhet në mirë funksionim të organizmit tonë. Pra ka vlera shëndetësore. Nuk duhet shmangur ky acarimi që thamë që sjell, ky proces i gazrave nuk duhet shmangur. Domethënë këtu i kishim që konsumatorët duhet të mos mendoj këtë për keq, por ai duhet patjetër që ti marrë këto fasule të konsumojë. Pra ka vlera shëndetësore të larta. Po, sigurisht. Po, këtu dalim edhe në një pyetje tjetër, se si duket nga vetë përmbajtja,
dalim në një pyetje tjetër, që ne ambisat kur zihen fasulet i heqim lëngun e parë, dhe pastaj ujin e parë, si thua, dhe pastaj vazhdojmë zgjerrjen e plot me çka do t'i bëjmë. A mos vallë gabojmë që e heqim këtë ujin e parë, me qenë se kjo veprimtari e të gjithë elementeve që ka fasulja, qoftë dhe të gazrave që krijojnë, mos bëjmë gabim apo jo? Në fakt, përsa i përket heqjes të ujit të parë gjatë gatimit, është i lidhur kryesisht me mënyrën se si është ruajtur fasulja, është i lidhur me mënyrën se sa e vjetër ose sa e re është fasulja për heqjen e lëngut të parë. Në fakt nuk ka lidhje më shumë është për të hequr pa pastërtitë dhe problemet që ka kontaminimet e jashtme, për arsye sepse të gjithandej fasullet në përgjithësi ruhen për një kohë të gjatë, sepse rujtja fasulles zgjat gati një vit. Dhe të gjitha këto bëjnë që vërtet të hiqet, por në fakt nuk është se ka ndonjë lidhje përsa i përket këtyre problemeve të gazave. Ka lidhje më tepër me kontaminimin. Atëherë, në qoftë se do të bëjmë një veprim që do t'i kemi shumë të pastët, se i kemi larë disa herë me ujë, ku di unë andej këtë, apo me ujë të vakët, mund t'a vazhdojmë të proces, t'i vëm fasullet të zjenë dhe mos t'a derdim të ujë, mund t'a japim të këshilla, po do të frenojmë. Për të shmangur kontaminimin. Absolutisht do hiqen gjithë kontaminimet pa pastërti që bëhen e shumë. Ka metodat tilla që pastaj është tjetër problem, ato janë po duhet të bëhet. Në fakt është e vërtetë ajo që thatë, sepse duke parë dhe mënyrën se si të tregtohet zakonisht në fasullet i blejmë të fshatarët në formë të hapur, kontakti me ambientin e jashtëm, gjitha këto shoqërohen në procese negative, kështu që duhet derdhur ai uji i parë, me sa kuptova. Mund të themi se për çfarë bën mirë fasulja? Pra si bën që nga ana pozitive shëndeti ynë, organet tona të kenë një mirë funksionim? Ku ndikon për sa i përket vlerave shëndetësore? E nisëm pak a shumë, folëm pak, por megjithatë dua të theksoj diçka për të sjellë për teleshikuesit një eksperiment të zhvilluar në lidhje me ndikimet që jep për atë përmbajtjen e fibrave, për përmbajtjen e hekurit që ka, për përmbajtjen e manganit dhe kështu me radhë, për ndikimet që jep në zemër. Në sëmundjet në goditjet në zemër, shiko. Sëmundjet e zemra i kemi kur merë goditje në zemër, në kuptimin e atakut që e quajmë, dhe sëmundet tjera kardiovaskulare e kështu me radhë. Dhe për këtë duhet të sjell për teleshikuesin një eksperiment të bërë në disa shtete në botë për 25 vjet rresht. Janë vënë në një eksperiment 16.000 persona për rreth 25 vjet rresht. Në mbikëqyrje, dhe si janë vënë në mbikëqyrje. Dhe ku janë vënë? Janë vënë në të ushqyer të ndryshëm. Janë vënë në Europën Veriore, janë vënë me ushqim vetëm me produktet e qumshtit. Në Amerikë janë vënë këta persona janë vendosur vetëm me mish, trajtim me produktet e mishit. Në Europën jugore, në jug të Europës, në mesdheut, në ish Jugosllavi, në Greqi, janë aplikuar, në këto dy shtete është aplikuar ky eksperiment, dhe është aplikuar vetëm me leguminoze, pra me bishtajore, me familje bishtajore, perime të ndryshme, peshk. Dhe është bërë eksperiment përsëri dhe në Japoni, janë trajtuar vetëm me soj dhe me peshk. Pra janë marrë në pozita të ndryshme geografike me asortimente të ndryshme. Me asortimente të ndryshme. Dhe është konstatuar që vetëm grupi që kishte konsumuar leguminozet, kishte ullur me 85% goditjet në zemër, problemet me zemra. Kjo tregon se sa vlera... Në qoftë se, këshilla ime do ishte, në qoftë se vërtet dëshironi të mbani një zemër që t'jetë e fuqishme dhe të funksionoj mirë, dhe të mos ketë probleme, du të konsumojnë fasule. Jem të bëhë thirrjet madhe, shumë bukur është. Për është e rëndësishme kjo? Problemi është që kjo është një eksperiment i argumentuar për 25 vjet rresht dhe është i rënd dakord që një zemër e shëndetshme vjen duke përdorur fasule. Po 25 vite nuk janë pak? Është një provë gjatë, le të themi. Një anë shëndetësore tjetër është përmbajtja e hekurit, që plotson gati 24% nevojave. Doja ta thosh apo tash? Ne do flisnim fare, nuk kemi pse flasim se kemi folur vazhdimisht për çfarë funksioni ka hekuri, çfarë funksionon. Por edhe këto nevoja që ai plotson janë 24%. Një vlerë tjetër shëndetësore që duhet thënë për teleshikuesit, të cilët janë shumë merakli për sa i përket diabetikët. Fasulja është një ndër ushqimet që nuk sjell asnjë problem për diabetikët. Nuk ka vetëm anë pozitive. Në dietën ushqimore të diabetikëve. Është e përdorshme për diabetikët, mund të përdoret, sepse nuk është se ka element që t'i sjellin probleme për sa i përket diabetit. Absolutisht bile vetëm e ndihmojnë problemet e insulinës në gjak. Dhe është një ndër perimet që
theksohet që mund të përdoret dhe është tepër e vlefshme. Këto mund të ishin disa nga vlerat shëndetësore për të mos u zgjeruar më tej. Mbasi po ti marrim të gjithë elementet një nga një, ne patjetër që do të gjejmë patjetër element për të thënë që kështu. Sepse një ndër vlerat mund të kjo fasulja duhet përdorur, po këshilloj edhe për një gjë, për të gjithë gratë shtatzëna, për të gjithë gratë në laktacion, absolutisht duhet përdorur fasulja. Do më thënë fasulja është ushqim dhe për këtë kategori që nuk duhet shmangur. Po, gjatë zhvillimit të fëmijës të shtatzani dhe qumshi, ushqyerja me qumë është pas lindjes. Do doja të pyesja pak për konsumin. Shiko, elementet proteinik këtu janë të pranishëm, ne thamë, këtu kemi te fasulja kemi në sasin gati 60% nevojave me triptofan, që është një nga 10 aminoacidet më të pazëvendësueshme. Po, që duan organizmin 10 aminoacidet që patjetër i do se s'bën, por ama triptofanin këtu e kemi ne në masën 60% nevojave për 200 gram masë të gatuar. Sa herë do ta konsumojmë gjatë javës fasulën dhe bishtajoret në përgjithësi, me që shpeshherë bëjmë dhe lidhjen se fasulja është pjesë e familjes bishtajoreve, leguminozeve. Shiko, unë mendoj që ka ndryshuar diçka dhe nga llojit e fasuleve që kemi dhe mund përdoret gati për ditë dhe në sallata të ndryshme, por gatime ose përdorim të përditshëm, unë do të këshilloja që të përdorni jo më pak se 2 herë në javë. Ka një metodë që vetëm një herë përdoret, unë dua të shtohet, të rritet kjo dhe një herë tjetër, përdorimi gjatë javës, sidomos për gjithë familjet që nuk e kanë bazë të ushqyeri. Ne po flasim ata që se kanë bazë. Kurse ato që e kanë bazë të ushqyeri, mos të kenë frikë fare nga përdorimi, mund ta përdorin krejt normalisht, tani unë po flas për ata që e kishin probleme, se bëm një gjysmë pyetja më përpara që po shih se mund të sjell probleme kështu. Për ata që vërtet e ndjejnë si problem, duhet të bëjnë 2 herë në javë. Unë do e këshilloj dhe sasia duhet jetë jo më pak se 200 gram. Pra minimumi 200 gram. Me 200 gram do merrte gjithë këta elemente për cilën ne folëm që janë në masën 30% e lartë të nevojave ditore. Përqindje konsiderueshme. Shumë e konsiderueshme sa 1/3 e nevojave ditore për shumë nga ato elemente që ne i përmendëm. Që të mos e themi edhe një. Në gatimin ton, për shembull, gatuajmë fasulet, siç janë me qepe, por i gatuajmë edhe me mish. I gatuajmë dhe me mish. Madje në bisedat që bëjmë ndonjëherë, ndonjë nga zonjat edhe mund të mburet që unë i bëra me mish dhe u bën të mrekullueshme. Kemi lexuar apo kemi dëgjuar që konsumimi i fasuleve me mishin, sidomos kur është i pjekur apo një mish gjallu apo një mish tjetër, nuk është e nevojshme, madje nuk është mirë që të konsumohet e tillë. Shiko, në fakt është traditë që përdoret në këtë formë dhe përdoret masivisht, do më thënë fasulja përdoret gjithnjë me pastërmajve. Në fakt, te pastërmaja, po të dilja tani këtu te kjo, te pastërmaja ne kemi element të shtuar që është kripa e gjellës, të cilët jep një shije karakteristike, shton diçka i ndyrnat atje në konsum. Në fakt, mishi te pastërmaja ka psuar sa transformimet më tejshme, do më thënë, për ata që vinë e flasin për mishin, besoj ka shumë mundësi që të kenë folur dhe për këto transformime që pso mishi në gjitha format, sidomos po flasim të për pastërma. Unë mendoj që përdorimi i tyre mish me fasule në rëndomt nuk duhet tepruar, në kuptimin, më mirë është të përdorish fasule shqeto se sa me mish, për vetë arsyen sepse kanë po të njëjtat proteina, kanë po të njëjtat, sidomos përmbajtja proteinike është e njëjtë. Në këtë rast organizmi ngarkohet më tepër se sa duhet që të shmanget kjo dhe nuk arrin ajo që mendojmë ne tretja, nuk arrin asimilimi i duhur. Proteina shtazore dhe bimore jo se kanë ndonjë problem. Rëndohet vetëm për këtë. Kurse konsumimi kurse përsa i përket pastërmas ka elemente të tjera. Shtesë, do më thënë, prandaj dhe përdoret. Dhe në fakt këshillohet për zonat e ftohta, kryesisht e shumë veprojnë, e përdorin në këtë mënyrë, se vërtet ju jep atyre plotësojnë më tepër, me prosciutët të ndryshme, edhe prosciutat janë për punim. Po, për punim janë ashtu. Nuk kemi mishin e freskët ashtu. Në fakt, përsa i përket fasules, gjithmonë duke përmendur që është pjesë e rëndësishme e bazës ushqimore, edhe ruhet. A ruhen vlerat njësoj po të zgjas ruajtja në kohë e fasules dhe si bëhet në mënyrën më të mirë ruajtja e fasules? E zjerë apo e pazjerë? Ruajtja qoftë edhe në formën e rezervave ushqimore, pastaj do kalojmë te të konservuara, që besoj zotja Redin do të na thotë edhe ato.
Shiko, fasulja një ruhet për gati një vit, sepse është vetë prodhimi që janë farat e thata, mbasi procesi kalon në tharje e kështu me radhë, në ruhet për gati një vit. Një ndër këshillat përse i përket ruhetjes para gatimit ose ruhetjes do ishte që të ishte gjithnjë e mbyllur hermetikisht. Pra, kur kemi parasysh një fasule, gjithnjë duhet ta marrim të mbyllur hermetikisht. Edhe kur e marrim në shtëpi një fasule të hapur, duhet patjetër të marrim një qese letre dhe të mbyllet hermetikisht, mos rri e hapur. Jo në kontakt me ajrin. Mundësisht mos jetë në kontakt me ajrin dhe në këtë rast duhet patjetër të kemi një ambient të freskët dhe të thatë. Janë dy kushtet bazë. Me dritë apo pa dritë? Vetëm kështu, në errësirë. Nuk ka pse të mbahet, gjithnjë e mbyllur e paketuar. Sepse nganjëherë sikur kalon një normalisht nuk duhet të jetë asnjëherë e hapur dhe kjo bëhet që në depot, domethënë ai që e tregton e ka bërë këtë proces. Ama për zgjedhjen, natyrisht që kur bëhet fjalë për ta blerë, mirë ishte të ishte një qese të dukshme, me qëllim që të shikoje vërtet këto parazitët që thoni ju, sepse duke e lëvizur këtë, do ishte jashtëzakonisht mirë që të bëhet. Sigurisht kjo mund të përdoret kur bëjmë fjalë për pastrimin e saj, fasulja e bardhë duhet të trajtohet në enë të errët. Domethënë në një pjatë të errët, në tas të errët, sepse këtu do të bëhet pastaj pastrimi çdo gjë do bëhet jashtëzakonisht më mirë. Është më i dukshëm. Pra, sipas ngjyrës fasulës do zgjedhim dhe atë enën për ta ndarë. Kjo është fare krejt normale për të bërë kontrastin, por në qoftë se konstatojmë probleme të mykura, duhet të jemi shumë të kujdesshëm, duhet të largojmë, mbasi këtu proceset e mykurat e fasule kanë toksicitet shumë të lartë. Domethënë duhet patjetër edhe nëse e keni vënë re, pastrimi i fasulës bëhet jashtëzakonisht me kujdes edhe nga anvisat. Kokër me kokër. Domethënë rrin me shumë kujdes duke pastruar. Mbaj mend ato mamat me ato tabakan përpara që i hiqin një nga një kokër. Një nga një. Ato përveç se fasulës heqin një nga një. Edhe pa pastërtit. Jo, heqin një nga një dhe kokrat e grurit, që me zor i shohin. Janë të përziera. Ato rrin kështu një nga një dhe për ato. Një fasulë që duhet konsumuar, për shkak që është me krim këtu. Pastrimi duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Kurse për sa i përket ruajtjes, kjo ruhet deri në një vit kur zbatohen ato kushtet që tham. Në fasulën, mund ta kemi gjatë gjithë vitit, ashtu të ruajtur. Mirë është ta blejmë sepse e ruan dikush tjetër më mirë. Me standard të paketuara. Por në qoftë se të ka ardhur në fasule kështu peshqesh, domethënë siç ndodh rëndom të familjet tona që sjellin në kështu fasule direkt nga siç bëjnë në përgjithësi nga fusha. Ju sjellin më shumë nga dibra bëhet fasulja. Të gjithë përpiqen që shiko të marrim fasule në dibër, të marrim në korçë. Pra në korçë. Pra përpiqet vazhdimisht që të marrim fasule vërtet që është rritur në kushte natyrale, që është rritur në mënyrë organike, sepse normalisht fasule në përgjithësi në zonat e verilindore, por edhe në pjesë të tjera të vendit, bashkëshoqërohet me misër. Në përgjithësi misrin në rritje, në përgjithësi misrin nuk e trajtojnë me medikamente, me pesticide, me helme të ndryshme dhe natyrisht që kjo është një fasule e rritur në mënyrë jashtëzakonisht të pastër, natyrale, kanë përdorur pak nitrate, po fasulja hynte grupi i perimeve që nuk e thith shumë nitratet, sidomos te pjesa e kokrës, e ka më pak niveli i thithit nitrateve është i ulët dhe nuk është predispozit. Tani ne shoh që kemi shumë lloje fasulesh këtu, por ndoshta ne do të marrim kohë në një emision tjetër, pasi minutat na fluturojnë kështu si pa e kuptuar, nga që ka shumë për të thënë për llojet e ndryshme të asortimenteve që zoti Hajredini jep këshilla ditë pas dite. Hani fasule do të themi. Konsumoni fasule patjetër, sepse janë të shëndetshme. Por, besoj në një emision tjetër ne do të trajtojmë dhe llojet e ndryshme të fasuleve në bazë të vlerave që ato mund të kenë, se ne sot folëm për fasulën e bardhë, po ka edhe të kuqe, ka fasule pllaqi, të vogël, të madhe, e të tjera, Ka disa lloje fasulesh dhe në fakt e lëm të hapur emisionin në kuptimin për të folur edhe për vlerat për secilën prej tyre. Patjetër. Absolutisht që është e nevojshme, mbasi kemi një gamë të gjerë të fasuleve. Patjetër. Mirë, shumë faleminderit zotëra Hajredin që ishte sot këtu në hapësirën tonë. A e dim se çfarë konsumojmë? Me zonjën Tefta unë ndjem shumë mirë. Besoj që janë ndier të vlerësuar edhe shikuesit tanë që kanë marrë atë çka ju nevojitet, të dinë fundit se çfarë të përdorin dhe si ta përdorin në mënyrën më të mirë. Që nuk është ajo që mendonin se vetëm familjet e varfra, por është e nevojshme për të gjithë. Mirë, miq të dashur, ju përshëndes nga hapësira jon. A e dim se çfarë konsumojmë?